Një ditë, Teo, arushi i vogël, vendosi të shëtiste në pyll. Ai ishte shumë i emocionuar. Do të shoh gjëra të reja, tha ai me vete. Teo kishte veshur shallin e tij të kuq dhe pantallona të shkurtra blu. Ai filloi të ecte ngadalë, duke vëzhguar lulet dhe duke dëgjuar zogjt që këndonin. Pylli ishte plot ngjyra dhe zhurma të bukura. Teo ishte shumë i lumtur që ishte atje. Duke hekur, Teo arriti te një lis shumë i madh. Lisi ishte aq i madh sa Teo nuk mund ta shihte Majan. "Wow", tha Teo, "sa i madh je." Lisi plak, sepse kështu e quanin të gjithë, kishte një fytyrë të gëndendur në trung. Ai buzëqeshi Teos dhe tha: "Përshëndetje, arushi vogël, çfarë të sjell këtu në pyll?" Teo u befasua që Lisi plak mund të fliste. "Unë jam duke shëtitur dhe po shoh gjëra të reja." Lisi plak tha: "Pylli është plot surpriza, por duhet të jesh i kujdesshëm, mos u largo shumë nga shtëpia." Teo e falenderoi Lisin plak për këshillën dhe vazhdoi rrugën. Pa pritmas, një fluture vogël ngjyrë vjollc fluturoi përpara Teos. "Përshëndetje", tha flutura, "unë jam Lila, do të luajmë së bashku?" Teo u gëzua shumë. "Po", tha ai. Lila dhe Teo filluan të luanin nëpër lule. Ata vraponin, qeshnin dhe ndiqnin njëri tjetrin. Lila fluturonte lart dhe poshtë, ndërsa Teo vraponte pas saj duke u përpjekur ta kapte. Por Lila ishte shumë e shpejtë. Pas një kohe, Teo u lodh. Ai u ul në një lule dhe tha: "Jam pak i lodhur, Lila." "Edhe unë, po pushojmë pak." Ata ulën së bashku dhe filluan të bisedonin. Teo i tregoi Lilës për shtëpinë e tij dhe familjen e tij. Lila i tregoi Teos për lulet e bukura në pyll dhe për zogjt që këndonin. Ata u bën miq shumë të mirë. Kur dielli filloi të perëndonte, Lila tha: "Duhet të kthehem në shtëpi tani, Teo, por do të shihemi përsëri nesër." "Mirupafshim, Lila, do të pres nesër." Teo filloi të ecte drejt shtëpisë. Ai ishte pak i trishtuar që Lila po shkonte, por ishte edhe shumë i lumtur që kishte një mik të ri. Kur arriti në shtëpi, Teo i tregoi mamit dhe babit për Lisin dhe për Lilën. Ata u gëzuan shumë që Teo kishte kaluar një ditë të bukur në pyll. Teo fjeti gjumë i lumtur, duke ëndërruar për aventurat e tij në pyll dhe për miqtë e tij të rinj.